Rita Ora, këngëtarja me famë botërore me rrënjë shqiptare, vazhdon të shkëlqejë në skenën muzikore ndërkombëtare, e lindur në Prishtinë dhe e rritur në Londër. Rita ka ndërtuar një karrierë mbretëslëndëse që përfshin muzikën, kineman, televizionin dhe moden. Me zërin e saj unik, stilin e guximshëm dhe prani karizmatike. Ajo është bërë njëra nga artistet më të njohura dhe më të suksesshme të dekadës së fundit, që nga debutimi i vitit të saj në vitin 2012, me hitin Hot Right Now, ajo ka korrur sukses pas suksesi në top listat botërore, duke sjellë projekte të reja që vazhdojnë të thyejnë kufi dhe të frymëzojnë miliona fansa anë e mban globit. Kënga e re e Ritës, Hit, një himn i nxehtë veror që mbërthen vëmendjen e fansave. Më duhej të shpërtheja, rrëfen ajo. Rita e përshkruan si të guximshme, blunt check, duke e mbushur me energji të artë që feston lirimin dhe vetbesimin e pozicionuar të fortë në kulturën LGBT, përmes një deputimi në World Pride. Rita e përforcon markën e saj si ikon e popit bashkëkohor dhe avukuese e vet shprehjes. Hit është një rikthim i fuqishëm veror për Ritën, energjetik, sensacional dhe plot vetbesim, me bashkëpunimin e yjeve si Troye Sivan dhe Lane dhe videon që transmeton në atmosferën e Miamit. Është e qartë se Ritës i vjen një tjetër sezon i suksesshëm. Nëse e dëgjuat, më thoni që duket, apo nëse keni ndonjë pjesë favorite nga refreni apo edhe videoklipi.